Kërcënimet ndaj prokurorëve kanë shkuar deri në rrezik për atentate. E gjithë kjo është shoqëruar me censurë dhe heshtje të orkestruar. Ne dënojmë me forcë sulmet ndaj SPAK-ut dhe i bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ngrejë zërin pa vonesa. Dhe çfarë bën Edi Rama? Kërkon haptas lirimin e Erion Veliajt dhe mban në krah Belinda Ballukun. Maskat ranë, të gjitha ato, dekretet e presidentit, zgjedhjet, rrëzimet, vendimet e gjykatës kushtetuese, ishin vetëm një lojë për të shpëtuar njerëzit e tij, që Rama të shpëtoi veten e tij. Edi Rama nuk po lëshon hajdutët e vet, ai po e mbron ata me çdo mjet, deri te përdorimi i gjykatës kushtetuese si një armë për t'i nxjerrë të lirë. Ka nisur hapur lufta e të korruptuarve kundër SPAK-ut. Këta janë njerëzit që duan të mbysin drejtësinë, që duan të shpëtojnë dënimit dhe të vazhdojnë të vjedhin shqiptarët. Ne, Partia Mundësia, jemi dhe do të jemi në krah të drejtësisë. Nuk do të dorëzohemi, do të luftojmë deri në fund kundër çdo hajduti, çdo pushtetari dhe Edi Ramës që ka vjedhur dhe mendon se mund të vlejë drejtësinë. Kjo është betejë më e rëndësishme e Shqipërisë sot, betejë mes të ndershmëve dhe të korruptuarve. Unë besoj se shqiptarët e ndershëm nuk do heshtin e në fund fiton e drejta. I bëjmë thirrje partnerëve tanë ndërkombëtar, mos mbyllni syt. Shikoni çfarë po ndodh në Shqipëri, një pushtet që po përpiqet të shkatërrojë drejtësinë për të shpëtuar veten. Faleminderit shumë.